Benita largohet nga Big Brother VIP. Nëse thash, dal direkt. Mohimi dhe premtimi pas akuzës për nënën. Debati i rënd mes Benitës dhe Elionës në Big Brother VIP Kosova mori një kthes të papritur. Pasi u akuzua se e kishte prekur emocionalisht Elionën duke i përmendur nënën e ndjer me frazën se ka nënën këtu, s'ka argumente, Benita ka reaguar me një mohim të fortë. Gjatë një momenti tjetër tensioni, kur Eliona e akuzoi sërish, Benita e mohoi kategorikisht se kishte përmendur nënën e saj. Ja si u zhvillua debati. Eliona, jo por kjo po me kapet mua në nën, më thot ku e ke mamin. Benita, kush tha ku e ke mamin? Eliona, s'ka the? Benita, ku e ke mamin? Reagon duke pretenduar se nuk e kishte përmendur. Eliona, pse e përmende? Pse e përzien fjalën mami? Në kulmin e debatit, Benita bëri një deklarat të paprecedent, duke i vendosur vetes një ultimatum. Qysh mami? Kush tha mamin? Nëse unë kam thënë mamin, dal direkt, kamerat janë prezente, oj viktimë. Eliona, e cila e mban qëndrimin e saj, u kundërpërgjigj me njëherë. Viktime jotja, unë kur jo. Ky episod ka shtuar akoma më shumë tensionet dhe tani e gjithë vëmendja është te kamerat e Big Brother. Mbetet për t'u parë nëse do të shfaqet momenti i saktë që do të konfirmojë se kush ka të drejtë në këtë përplasje të rëndë.